Pas daljes në shtëpia më e famshme në Shqipëri, Loredana Brati ka folur për herë të parë rreth situatës së ndërlikuar me Jozin dhe ndjenjave që vazhdon të ketë për të. E ftuar në një emision, Loredana rrëfeu përballjen emocionale që përjetoi pas incidentit të bujshëm mes Jozit dhe Gjestit, duke theksuar se sjellja e Jozit atë natë nuk ishte reflektimi i tij si person. Jozi nuk ishte mirë, ishte shumë i ngarkuar emocionalisht. Më tha, më vjen keq dhe më kërkoi të shkoja në studio. E kuptova që nuk ishte vetvetja, tha ajo duke shtuar se skena që pa, veçanërisht momenti me Gjesin e kishte tronditur. Ndodhi lidhja me Jozin, prapë më ka thënë shumë emocione, banorët e tjerë nuk i kanë ndier ato që kam ndier unë. Nuk e prisja dot me thik, nuk dija ku të futesha, unë e shikoja atë njeri në sy dhe më jepte emocion. Më trembi koka e Gjestit dhe normale skena ishte shumë e fortë. Jozi erdhi tek mua dhe më tha, shko në studio. Më tha më vjen keq, por ai nuk ishte mirë, ishte mjaft i ngarkuar. Unë sa të kem ndjenja, s'do ta heq. Unë edhe kur isha aty brenda dhe Jozi ishte me një gocë tjetër e mbajta, deklaroi Loredana. Gjithashtu ajo deklaroi se personi i parë që ka kontaktuar pas daljes ka qenë Gerta Gixhari. Gerta është një pjesë zemre për mua, më ka shoqëruar në çdo moment të mirë apo të keq dhe e ka bërë me shpirt të bardhë, u shpreh Loredana me emocion. Ajo vlerësoi Gertën jo vetëm për mbështetjen, por edhe për kritikat që i ka dhënë në momentet e duhura. Kur ka qenë kora kritikës e ka bërë, si lojtare, si kundërstare dhe si shoqe, kam nevojë për njerëz që më kritikojnë me dashuri, deklaroi ajo.